me votën tuaj, garantoj mafjen qeveritare dhe vasalën e saj, se lufta jonë është absolutisht e pa kompromis, se fitoria jonë është e pashmangshme. Një 23 maj i demokratëve ishte një komedi që u luajt veç me një aktor dhe me një përmbajtje që spektatori, si i brendshëm dhe i jashtëm, ishte i vetëdijshëm për fundin. Vazhdimin e drejtimit të Partisë Demokratike nga Sali Berisha, derisa i vetë të vendos për çastin e largimit, e kundërta nuk do të ndodhë. Sali Berisha e parashkruajti ndodhinë e 23 majit që pas zgjedhjeve politike të 2025-s, pasi i siguroi besnikët e tij në kuvend dhe që përbëjnë shumicën e atyre që i mbajnë çadrën përballë çdo përpjekje për ta kundërshtuar, i zoti i shtëpisë së bluve e që ndisi rrugën drejt majit të zgjedhjeve pa asnjë kundërshtar. Zotimi i bujshëm i ri themelimit që kryetari ikën pasi humb zgjedhjet u tjetërsua. Ai u bë i pamundur i pasbatueshëm pasi fajtor nuk ishin demokratët, por socialistët që u avodhën fitoren me instrumente të palishme. Të paktën, kështu e përliq Sali Berisha mos largimin e tij. Dhe pjesërisht po, sepse e nesërmja, pas zgjedhjeve politike të 2025-s, vërtetoi një konkurim të partive dhe koalicioneve në kushte të pabarabarta. Dorëheqja nuk ishte i vetmi angazhim i papërmbushur nga rithemelimi. Partia Demokratike mbylli sy e vesh pas çdo kërkese për të pasqyruar të vërtetat e saj që nga një parti qeverisëse është këmbyer në një parti të mjaftueshme për të qenë më e madhja në pakicën parlamentare. 23 maj i votimit për të zgjatur udhëheqjen e demokratëve nga i njëjti kryetar ishte një tjetër pohim se gjallërimi i partisë nuk është një shtrënges. Ajo mund të presë pra i shkosa përfaqësuesit e demokratëve në kuvend nuk i dalin dot përballë Sali Berishës, por veç i tregojnë besnikërinë dhe përpëliten për t'i vendosur një emër votës për kryetarin. Një procesi në demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore, në një pjesë të tyre, më fani se janë pakicë, shumica përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm duartrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. Sali Berisha mund ta lehtësonte të shmangte votimin dhe ta zëvendësonte në një duartrokitje të gjatë të demokratëve në arenën kombëtare. Ai bëri një zgjedhje tjetër, kërkoi të legjitimoi me votë në një votim që zgjedhja ishte e kushtëzuar dhe çte emri i tij. 23 maj e uli perden e komedisë me një të panjohur, atë të mësimit se në cilën përqindje ishte pakica që kërkonte një tjetër udhëheqës të demokratëve, sepse për shumicën bindja ndaj autoritetit të Sali Berishës është i pathyeshëm. Vlera e votave kundër do kishte një peshë tjetër, për shkak se do të rezultonte brenda Partisë Demokratike një pjesë që nuk mendonte që me Berishën të shkonte. Prandaj dhe nëse do kishin një garë, edhe 5%, s'ka problem, edhe 10%, mjafton të ishin kundër, dhe kjo do të ishte një çarje e madhe, mendoj që nuk është se ka ndonjë domethënie të madhe. Çdo lloj të lakonsi për të kuptuar, qoftë edhe një lloj pakënaqësie, nuk është thjesht qëllimi vetvete për të thënë sa e duan apo sa nuk e duan Sali Berisha. Por dhënë edhe mesazh, Partia Demokratike nuk është parti komuniste. Pra, dhe vetë partisë nuk i shërben që të ketë një rezultat 99.9%, as vetë Sali Berisha nuk i shërben këtë lloj gjëje. Pak nga pak Partia Demokratike mendoj që e ka detyrimin të japë një model të ri në mënyrën se si funksionon partitë shqiptare. Unë mendoj që dëmi që i bëhet partive politike shqiptare është pikërisht ky lloj autoritarizmi, i cili duhet korrigjohet pak nga pak, sidomos kur bëhet fjalë për proceset e brendshme, sepse është e vështirë pastaj që ti duke dhënë një shembull, si më thënë, jo shumë demokratik për mënyrën se i zhvillon zgjedhjet, të arrish të bindesh qytetarët që kur ti do vish pushtet ose qëllimi jot për të ardhur pushtet është edhe promovimi i demokracisë. Në plan të asaj që konsiderojmë si parimi i demokracisë,
Patjetër që do të bënte një ndryshim, do të kishte një diferencë për faktin që edhe nëse kandidati që do të ishte përballë zotit Berisha nuk do të merrte shumë vota, pra ndoshta edhe 1 apo 2% të votave, do të legjitimonte në një farë mënyrë demokracinë e brendshme apo garën. Do të thoni ju që 1% dhe 2% që do të merrte ky kandidati tjetër, a e legjitimon këtë parim të demokracisë dhe të vetë funksionalitetit të demokracisë së brendshme brenda një partie? Patjetër që jo, nuk është e mjaftueshme, sepse që gara të konsiderohej e drejtë të kishte një kandidat fort që të konsiderohej një farë mënyre që po, kemi kandidaturë dhe kjo kandidaturë ka shanse për të fituar. Partia Demokratike nuk jetësoi konkurimin dhe përforcoi ndihimin se Sali Berisha është po aq sundimtar sa Edi Rama. Fortësinë e tij si udhëheqës i padiskutueshëm duhet ta provoj pas një viti në garën për kryebashkiakët e rinj, që më shumë se një përballje vendore është përgjigja që nuk u dha në 23 maj, PD-ja fituese apo humbëse e pandrejshme me në krye Sali Berisha. Unë mendoj që mund të bëjmë maksimalisht që të pretendoj maksimumin e rezultatit. Pra, duke u nisur nga 510 vota, do të projektohet diçka më shumë për këto zgjedhjet, sepse këto zgjedhje mund të projektojnë diçka më shumë edhe në zgjedhjet të ardhshme. Sigurisht që betejë me regjimin, siç pretendon Partia Demokratike dhe unë besoj këtë që i tillë është e vështirë, por që gjithsesi për aq kohë sa Partia Demokratike vendos të jetë marrë pjesë në zgjedhje, duhet mëtoj maksimumin, qoftë nga strategjia, qoftë edhe ajo që është më rëndësishme të mos në zgjedhjet lokale, që është për zgjedhje e kandidaturave. Do të heqim dorë nga ajo që ishte versioni i leadershipit më parshëm, ku kandidaturat nxirreshin në momentin e fundit, sepse nga ana tjetër kjo nuk e mundësi kandidatëve, sa do të mirë të jenë ata, sa do të përgatitur të jenë ata, që të performojnë edhe të nxjerrin maksimumin një gare elektorale dhe pse jo tentojnë edhe në rezultat në zonat përkatëse. Një vit do të ishte mjaftueshëm për një parti politike e cila në thelbin edhe në strategjinë e vet do të kishte praktikisht të fitonte një betejë. Po duket sikur Partia Demokratike nuk e ka në fokusin e saj të fitoj betejën. Duket sikur më shumë është në kushtet e mbijetesës, duket sikur më shumë është në kushtet që ky lider politik don të riafirmohet, don të mbaj partinë, do të mbaj trashëgiminë e tij. Dhe duket pak a shumë sikur kjo parti nuk ka ndërtuar një strategji të mirëfillt që brenda një viti të bëjë një mrekulli për të shkuar tek fitimi i betejës së radhës. Do të vendosë shumë 2027. Zëra brenda Partisë Demokratike tashmë ka. Ajo që më vjen keq është që ata nuk e kuptojnë që politika është hak publik. Do ti matesh me qëndrimin publike. Vërtet ka disa që e pranojnë që situata që është nuk është favorin e Partisë Demokratike, por unë mendoj që kjo është një hipokrizi politike sepse këta njerëz duhet të thonë në tërësinë e tyre. Dhe për shembull, pyetja që duhet të bëhet Sali Berishës nga kryesia, nga Këshilli Kombëtar, nga grupi parlamentar është: e mund Edi Ramën? E mund kundërshtarin tënd politik? Partia Demokratike e ka detyrim ndaj qytetarëve që të ringrihet, shkojnë ndryshe. Është ndoshta në përgjithësinë e Sali Berishës që demokratët e kanë bërë president dhe kryeminist, që t'i rikthehet atyre dhe t'i rikthej pushtetin për demokratëve që ta ringrehet edhe partinë. Prej kohës së ardhjes në qeveri, Edi Rama i mëshon fjalëve se kundërshtari është epërsia e tij. Ai sa zgjedhësit nuk shikojnë traun e korrupsionit të socialistëve, por qimen e kryetarit të demokratëve. Sali Berisha është i vetëdijshëm për këtë, por përpjekja për ta zhbërë se me të Edi Rama nuk rrëzohet, mbetet një fitore e paarritur. Unë mendoj që Berisha e di dhe e pranon. Në termat që nuk afekton asnjë nga palët, mendoj si perceptim. Partia Demokratike vazhdon betejën e saj, Partia Socialiste vazhdon qeverisjen dhe në perceptimin publik dhe në opinionin publik nuk e ka më ato besueshmëri që ka patur dikur. Duket sikur njerëzit, qofshin ata që janë brenda Partisë Demokratike, qoftë elektorati i Partisë Demokratike, po edhe elektorati gri që pritet që një parti tjetë fituese duhet thithë dhe elektorat nga, po themi, ngjyrimet e tjera. Duket sikur një farë mënyre e kanë humbur besimin që zoti Berisha është një alternativë dhe janë të etur për diçka të re, për një ndryshim. Ky ndryshim nuk ka rëndësi nga vjen, kush e përfaqëson. E rëndësishme është të ketë një ndryshim, të ketë një fytyrë të re, të ketë një figurë të re. Por kjo nuk shkon ka interesave të brendshme, qoftë zoti Berisha dhe atyre që e mbështesin dhe atyre që ai ka ndërtuar si elitë të brendshme nëpërmjet asaj që e kemi parë nocionin e vet përjashtuarit. Edhe nëse nuk është, perceptimi publik tashmë, edhe i favorizuar nga qeveria, e jep të ide. Pra, domethënë, i ka pëlqyer vetë qeverisë të asociohet me këtë idenë që Berisha është normaliteti ynë, është që më e lehtë. Dhe vetë Berisha si politikan i vjetër do ta kishte kuptuar që
sikur vetëm ky perceptim të qëndronte, pa avnugratën dhe pa akuzat e tjera, do ta dëmtonte shumë opozitën. Cila ishte arma më e fortë për të rrëzuar, për të larguar Lulzim Bashën nga Partia Demokratike? Dhe tha ai shërben qeverisë. Pra, ai e di shumë mirë ç'do të thotë ky perceptim. Dhe një perceptim që pa të ndërtuar Lulzim Bashës, dhe tani e ka vetë. A imagjino dëmin që ka? Domethënë pra është dëm shumë i madh. 510.000 vota të gjeneruar nga Partia Demokratike në pikën e vetë të saj më të vështirë që ishte 2025, janë pikërisht puna titanike dhe përpjekje dhe këmbgulje dhe po doni dhe aura që ka leadershipi aktual i Partisë Demokratike. Unë nuk mendoj që këto janë të mjaftueshme, po mendoj që pa këtë lloj baze nuk mund të arrijë asgjë kundi. Unë mendoj që duhet gjetur një sinergji e cila së pari nis analizën që për këto 510.000 vota i duhen dhe më pas bëjmë dhe tentojmë atë mazhorancën, diferencën që është 250.000 votash, mos gabojmë, për të barazuar dhe pse për ta tejkaluar gapin me pushtetin. Po kjo nuk bëhet me përjashtime dhe perceptime, po kjo bëhet me analizë dhe me nevojën për bashkimin e gjithë aktorëve të cilët mendojnë që kjo mazhorancë duhet të ikë një orë më parë. Padyshim që një parti politike duhet kujdeset fort për perceptimin e saj publik. Dhe këtu them që vazhdon të ketë një pikë të dobët Partia Demokratike, jo për kauzat që ngre, jo për çështjet që thot, jo për ato që i kërkon qeverisë. Domethënë, jo për arsyet se ngrihet në protestë. Ktu të jetë gjitha në rregull. Çështja është që në konceptin klasik, lajmi është ai që e thot, jo vetëm çfarë thot. Po kush e thot? Dhe në këtë moment mendoj që këtu kemi çduar në atë pa fuqinë e opozitës për të tronditur qeverinë ose për të shkuar drejt një pike që të bëhet një lëvizje e fortë qytetare, një instrument duar të qytetarëve që ata të besojnë një rotacion të madh. Vendoret e 2027-s dhe vota që ajo do të prodhoj, ndoshta do të jetë përcaktuese për Partinë Demokratike për garën e 2029-s. E nëse Sali Berisha do të vazhdojë të udhëheqë PD-n drejt parlamentarëve të pas 3 viteve, a do të shërbej kjo kohë që Kryedemokrati të ketë pikë të parë në rendin e ditës gjetjen e pasuesit të tij. Unë nuk besoj tek përzgjedhja e pasardhësit me dorë. Mendoj që zoti Berisha e bëri në mënyrën e vet një lloj gabimi të tillë, është një gabim që ka pasojë Partinë Demokratike, që është rasti i Lulzim Bashës. Pra, në momentin që ti thjesht vepron ose shkon drejt emërimeve ose përzgjedhjeve, kjo gjë nuk e forcon partinë, përkundrazi e përçan atë. Ndërkohë, në momentin kur gjëja bëhet përmes një procesi zgjedhor, përmes votës, që sigurisht asnjëherë nuk do të ketë, nuk do të pranohet si e tillë, po të paktën mbillet si farë. Mendoj që vetëm kjo gjë mund garantoj vazhdimsinë edhe forcimin e Partisë Demokratike. Mendoj që pa diskutim është e nevojshme rinovimi me emra të rinj. Një kryetar partie, gjë më mirë që mund të bëjë për partinë e tij, është lejoj një garë ku pas tij të ketë një garë të vërtet për ata që do të zëvendësojnë. Emërimet nuk janë asgjë e mirë për partinë, sepse vetë lideri që merr i emëruar apo i sugjeruar nga ish kryetari ka kurzimet e veta, domethënë, ka të vështirë ta kapërcej hijen e tjetrit dhe të marrë pushtetin e duhur. Kështu që nuk kemi nevojë për kryetar të emëruar, as sugjeruar, domethënë as të përzgjedhur më parë. Kemi nevojë për një garë të fortë. Gjëja më e mirë që mund të bëjë kryetari është lejoj garën, lejoj strukturat që të përzgjedhin dhe mos vendosen në këtë pikë. Zoti Berisha pak a shumë është i fokusuar dhe është i lidhur shumë me çështjet e veta personale që ai ka me drejtsinë, por nga ana tjetër edhe për trashëgiminë e partisë së vet politike. Duket sikur betejë politike është vënë në funksion të betejës personale. Dhe në këtë stad duhet që demokratët të ishin shumë të shqetësuar, por ajo që ne shikojmë është që demokratët janë të shqetësuar për ta rilegjitimuar zotin Berisha, dhe ata i kanë dhënë dorën dhe thonë që përveç zotit Berisha askush nuk mundet që ta mbajë Partinë Demokratike të lidhur, askush tjetër nuk mundet që ta konkurojë atë, sepse ai është lideri i vetëm që mund të arrijë që ta bëjë në të ardhmen Partinë Demokratike parti fituese. Edhe mendoj që zoti Berisha ka dhe këtë kompleksin e birit të vet, pra të trashëgimtarit, duke qenë se e dim shumë mirë se çfarë ndodhi në momentin kur ai e lëshoi partinë e tij në duart e Lulzim Bashës. Kështu që në këto terma nuk gjykoj se ai po përgatit terren për një idhtar apo për dikë që do të vijë në krye të Partisë Demokratike. Gjykoj që ai është duke aktualizuar, rikonfirmuar pozitat e tij dhe në një betejë sa politike aq edhe personale. Sali Berisha është përballë 2 drejtësive, të SPAK dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Për të parën, procesi është në zhvillim. Për të dytën, është ushqyer fshetas me sugjerim të tij se nëngrata amerikane mund t'i hiqet. Heqja në ngratë do ishte lajm shumë i mirë. Për mua, lajmi më i mirë do ishte hapja e dosjes, nëse vazhdon Berisha të këmbgul tek ajo ideja që
e ka bërë Sorosi dhe e ka bërë zoti Rama. Në qoftë se e kanë bërë kundërshtarët, në qoftë se ajo dosje rezulton që është sajuar, do ishte më e fortë se sa thjesht heqja e non gratës, domethënë politikisht. Nga i mirë do ishte jo thjesht për Berishën, por politikën shqiptare, që mos kishim një ngërç, sepse nuk është fare komode për politikën shqiptare që kryetari i opozitës e ka derën domethënë mbyllur ku nuk hyn ndërkombëtarët. Teknikisht non grata si koncept ka rënë, edhe nëse hiqet, edhe nëse hiqet kjo gjë ka pak rëndësi. Nëse hiqet do të jetë thjesht diskutimi i ditës kur ndodhi, por në aspektin teknik mendoj që kjo gjë ka rënë sepse kjo nuk e pengoi zotin Berisha dhe vetë qytetarët e mbështetës e tij që ta rikthenin po donin në politikë. Mendoj që ka qenë një veprim që e ka cënuar atë që do duhet ishte, si më thënë, dëshira e ndjenja se çdo gjë që vjen nga Amerika është e pa negociueshme dhe e pa diskutueshme. Nuk mendoj se kjo ka në një peshë shumë thelpsore në të gjithë tablon. Patjetër që për vetë zotin Berisha, për planin e vet personal, kjo do t'ishte një po themi, e rëndësishme për të, nëse do t'hiqej non grata, por mendoj që edhe Partisë Demokratike do t'i shërbente, sepse do të merrnin stimulin, do të merrnin indicjen, ndoshta për të shkuar më tej edhe për të luftuar më fort mbase në zgjedhjet e ardhshme. Dhe nëse ndodh, si përkthehet ajo për Partinë Demokratike? Sa efekt do kishte pastaj drejt për drejt, unë mendoj që është shumë vonë sepse e ka dhënë efektin e kundërt. Pra, mendoj që do t'i shërbente Berishës ndoshta për të bërë një hap ndryshe, pa atë ngërçin e madh me ndërkombëtarët, mund të kishte një sinjal krejt tjetër për vetë qytetarët, domethënë vetë demokratët që ata të rimblidheshin. Unë shpresoj që të hiqet, do doja të hiqet, kishim një garë pak të ngërç, pa asnjë lloj justifikimi. Megjithëse prapë besoj që Berisha tashmë domethënë nuk e ka më betejën thjesht sepse në një lloj mënyre ndaj me demokratët vetë mundi non gratën, por e mundi për demokratët brenda, por nuk e mundi për qytetarët. Gjykoj se non grata nuk i takon, nuk është çështje e partisë. Unë gjykoj se non grata është çështje e individit, është e liderit, është e personit që e ka mbi kuri, sepse ati i rëndon. Kështu që, por patjetër afektohet edhe elektorati, patjetër afektohet edhe partia, patjetër afektohet edhe gara. Kështu që gjykoj se heqja e non gratës nuk do të kishte impakt shumë të madh për vetë Partinë Demokratike, por do të kishte impakt shumë të madh për vetë liderin e Partisë Demokratike. Njerëzit shpeshherë krijojnë një ide që nëse Sali Berisha si hiqet non grata, ai do ta fitojë betejën e tij me dinjitetin dhe më pas mund të largohet qetësisht nga podja. Mund të ndodhë kjo? Apo Berisha do të bëhet edhe më i fuqishëm me heqjen e non gratës? Do të justifikojë edhe më shumë qëndrimin e tij. Sali Berisha është një që njeh politikën. Është politikan i vjetër. Dhe ndoshta ai ka mbetur një moment se si më dal nga politika. Dhe duhet ta gjej vetë. Do të jetë ai në krye të Partisë Demokratike edhe në zgjedhjet 2027, po besoj edhe në 2029. Pastaj mbetet për të parë gjitha. Partia Demokratike prej kohësh rrotullohet në të njëjtin boshtë. Ajo është ende më e madhja dhe më e mundshmja për të përballur me Partinë Socialiste. Humbjet e njëpasnjëshme nuk i kanë shërbyer për të më këmbur, krejt e kundërta ndodhi. Asnjëherë nuk u gjet guximi për t'i vënë një emërtesë humbjes. Ligjërimi mbetet i njëjtë. Gara brenda partisë është asgjësuar, kundërshtia është tradhti dhe për të renë vendet janë të zëna. Duket se asnjëra prej tyre nuk është në vëmendje të Sali Berishës, që ka edhe gurin edhe arën. E nëse këto nuk i ka në agjend, çfarë ka? Don patjetër që historinë e vet dhe të gjithë imazhin e tij, historikun e tij politik ta mbylli me një fitore. Dhe pastaj mbas kësaj fitore e cila do t'i atribuohej atij, ai do të mendonte për lëshimin e partisë tek një lider tjetër, pra tek biri i vet apo bija e vet politike. Më duket se sfida personale, domethënë ka qenë që të dalin nga akuzat. Ka non grata, por ka dhe gjyqin. Pra ka një më ndërkombëtar, ka dhe një gjyq këtu. Dhe mendoj të dyja këto e kanë dëmtuar shumë betejën politike. Pavarësisht se nuk mund të themi për fajsi, as në rastin e parë, as në rastin e dytë, por jemi në politikë dhe ne nuk na intereson koncepti i përfundimit të gjyqit. Ajo është individuale dhe shpresojmë që këtë ta zgjidhë Sali Berisha për vetveten. Ne themi sa ndikon kjo në forcën politike dhe si perceptojnë njerëzit. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme qasja politike. Kjo mbrojtja pastaj për të shkuar jam i pafajshëm, mendoj që duhet ta çlironte partia nga kjo lloj dileme, domethënë dhe duhet ta zgjidhë në mënyrë personale. Mendoj që ai erdhi me një sfidë që në 2021-shin, pra ai rikthimi i tretë, nëse mund ta quajmë kështu, ishte pikërisht sfida për ta bërë minimalisht Partinë Demokratike më të fortë
ndoshta për të zhbërë një aksion me cila ka ekzistuar që të gjithë partitë e djatha të pas rënies së regjimit komunist, pas rënies së Perdes së Hegurt, nuk kanë mbjetuar. Mendoj që Partia Demokratike është ndër të paktat këto parti që është akoma parti e fortë, parti e madhe, edhe pse në opozitë. Dhe mendoj që sfida e Zotit Berisha është që kjo parti të vazhdojë të mbetet të tillë, pra të shpëtojë po them mallkimit të partive të krijuar pas rënies së regjimeve, po edhe me nevojën që ka partia për të rigjeneruar dhe për të sjellë një frymë të re dhe një koncept të ri në politikë për të përputhur me atë që janë sfidat e kohës. Patjetër që koha është sa gjatë aq edhe e shkurtër, por gjykoj që është e shkurtër dhe 2029 vjen shumë shpejt. Unë them që mund të ketë lëvizje, por do të ketë një insistim shumë të fortë të brendshëm për të mos e lejuar legjitimimin e lëvizjeve apo tendencave, premisave për të ardhur diçka e re apo për të fuqizuar diçka e re. Është një përplasje shumë e fortë mes asaj që don të ndërtohet dhe asaj që është aktuale. Kështu që do të ketë një përplasje të fortë midis këtyre forcave, një autoritetit ekzistues, një autoritetit që pretendon bëhet legjitimues dhe nuk e dim se cila palë do të fitojnë në fund, por duket sikur zoti Berisha do të fitojë. Për sa kohë kryetarit i kërkohet zgjidhje më e madhe, kështu që nëse ka ngërçe, padyshim qeverisja më e madhe i takon Zotit Berishës, pastaj i takon dhe atyre tjerëve të cilët kanë zgjedhur heshtin. Dhe mendoj që siç thotë një shkrimtare shumë e rëndësishme, Ayn Rand, thotë që modellëzore është ajo që rrin në mes. Nuk është kur ti bën keq apo bën mirë, por është kur ti rrin në mes dhe pret që të mbarojë një betejë dhe pastaj të jesh me fituesi. Dhe unë mendoj që opozita nuk ka luksin me pas njerëz në mes. Duhet të kenë qëndrim të qartë. Demokrat, sot ju keni votuar për një parti demokratike të ripërthrirë plotësisht për një parti demokratike të modernizuar në të gjithë dhëmtarinë e saj, për një parti demokratike të vizionit më të shkëlqyer për Shqipërinë dhe shqiptarë, për një parti demokratike më të vendosur se kur në mision në saj. Edhe njëherë, rroft Partia Demokratike fitore. Faleminderit.